Ky mesazh shkon për të gjithë ata që janë në gurbet. Në gurbet nuk jemi të pasur, jemi të lodhur, jemi të përmalluar, jemi burra e gra që kemi lënë pas nënën, babai, motrat, vëllezërit, vendlindjen tonë. Çdo ditë punojmë, jo për luks, por për bukën e nderit, për një shtëpi në atë dhe, për të kthyer buzëqeshjen e një nëne që pret djalin e saj. Dhe ndonjëherë, kur heshtim në vetmi, kur shikojmë fotot e shtëpisë, na del një lot pa zë. Por e fshim shpejt, se kemi punë për të bërë, ëndra për të ndjekur. Mos u dorëzo, vëlla, motër, sepse çdo hap larg atë dheut është një kapitull sakrifice që Allahu do ta shpërblej me bereqet. Gurbeti na merr shumë, por na mëson të vlerësojmë gjithçka, edhe kur jemi larg, zemra na rre për Shqipërinë tonë. Allahu ju mëshiroft.